Pjesë më e bukur e protestës janë fëmijët, nënat, familjarët. Djali që do flasi tashti ka ardhur nga Anglia dhe përpara se të niset me avion për Angli, ka dëshirë t'ju thotë dy fjalë shqiptar. Unë kam ardhur nga Angli deri këtu, vetëm për proteste. Shqipëria ime nuk është përshitje. Rama jepe tërheqe, Rama jepe tërheqe, Rama jepe tërheqe, Rama jepe tërheqe. Dhe tashi vazhdojnë përsëri me diasporën nga Italia. Një mbrëma të gjithëve, edhe unë si gjithë bashkëkombësit e mi, vi nga Italia. Edhe kisha dhe unë 4 fjalë për thënë. Ky kryeministër është bërë si ato prekte palara, na fali për shprehjen. Prekte palara kur qel me nerë nuk vishen me, na fali për shprehjen. Dhe ky nuk reprezenton popullin shqiptar, ky është një charlatan, ky është një taliban, është i lidhur me krimin, është i lidhur me të gjitha 1001 zezat. Ëndra jonë është t'ja rimarim Shqipërinë këtyre kriminelve, hajtutve, edhe të poshtërve dhe t'ja rikëthem atyri që i përket, popullit shqiptar. Ky popull që meriton më të mirën edhe më shumë nga të gjithë. E inveç është përfaqësuar në këto vitet e fundit nga njerëz që nuk meritojnë, që nuk vlen asnjë euro. Prandaj rrof Shqipëria, rrof kombi, e rrof populli shqiptar drejt fitores. Shqipëria është e shqiptarve, e jo e kriminelve, e jo e ajtutve. Këto që po i përjetojmë janë ditë e fundit qeverisë Rama, qeverisë më të korruptuar të Evropës e të globit. Shumë shpejt do të hapen dyert e burgut, 313 është gati, do të qojmë bashkë me kushërinë e vetë që është atje brenda, edhe Shqipëria e shqiptarve, vdekje e tradhtarëve. Rrof Shqipëria, rrof kombi, rrof Shqipëria. Diaspora, ku e ka diaspora, ngri që këtu atë nërë të shikojmë sa jeni sot. Bravo diaspora, ju duhem shumë. Vazhdoj përsëri një djalë nga Italia. Përshëndetje qendrestar dhe bashkëdhetar, unë jam Eliger Tima, vi nga Roma, nga Italia. Jemi bashkuar protestës së qendrestarëve, atyre që nuk kanë asnjë lloj interesi politik, por që ka dalë shesh dhe luftojnë kundra padrejtësive dhe kundra hajdutërisë. Diaspora, ne emigrantët e diasporës kemi qenë motori i ekonomisë shqiptare nga këtu e 36 vite. Dhe këta zotrinë që kanë marrë peng edhe tallen me ekonominë tonë, sepse ne i kemi dhënë mundësinë, po ashtu si që ka buam, ju dha mundësinë që do tallen me prindrit tanë, duke dhënë pensionin nga 80.000 lekë në muaj, ashtu do ja heqim atë privilegj. Diaspora nuk harron, sepse pide shqipes janë shqiptarë, edhe ju vlon qaku. Në damarën e tyre rrjedh qaku i Skënderbej Kastrioti. Edhe jo i tyre tradhtarëve që janë të shitur, qak prishur. Këta kanë vetëm një vend që i pret, dhe ajo është qelia, sepse është një zinxhir që do t'i marrin një nga një mbas njëri tjetrit, duke i quar edhe duke i tëruar. Prandaj zotëria ka vrik t'japi dorëheqje, se qofse sot jep dorëheqje, shko direkt e burg dhe po kërkon Edi Rama, po kërkon mëshirë në për Europë, po kërkon OKP-s që të marrë një post ku ka imunitet dhe mos të arrestoj. Ky është realiteti. Edhe jo prana që të përdëllis në përbor kastën e ti, duke u këtate protestuetit që luftoj për liri, për drejtësi, edhe kundra i tutërisë. Prandaj zoti Rama,
edhe në tjerësët tonë. Faleminderit. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Dhe tani duke që se jemi në Tiranë, të lëm një Tiranë si fjallën, kjo që ka të përthën. Atëherë mi mbrëma të gjithë njëherë, falenderim për gjithu që keni dalë për 36 ditë këtu, se i keni tregu shqiptarëve herë që këtu ka njerëz që nuk e shesin dinjitetin, apo? Pjesa tjetër është e thjesht fare, i themi ti zotëris këtu, por zotëris, si ka mundësi që 3/4 e kabinetit i ketë akuzuar për korupcion. Edhe thua nuk e di. A i fiq pas kurizitim. Po mirë mërë zotëri, a nuk me afton kjo për të që e pa aftë për këtë detyrë? Se pëndod më dha. Më thuj një biznesmen që manë pun njerës që vjedhin për ditë. As një. Atere i e bashkëpunëtor. Tani një tjetër, si ka mundësi që kur kërkojnë lek për pension, nuk ka, po për oligarkët ka. Kërkojnë lek për roga, nuk ka, po për oligarkët ka. Kërkojnë fusha për fëmijët, nuk ka, po për pallate ka. Tani unë vi, se jetoj për 7 vitesh jashtë, kaloj një muaj pushime këtu. 3 javë i kaloj me ju sjellë telefon me thonë, o vllai, kur do vi uji?